Në të vërtet, njerëzit që do të duhej mës tepërmi t'i lakmanim për sakrificën, vetmohimin, punën, angazhimin, po shpresoj edhe për vlerën dhe sevapet që i arrin, janë pikrisht ato nana, ato gra, ato anvise, ato heroina, apo me thonë, të cilat gjatë gjithë muajit Ramazanit, dhe jo vetëm, por edhe jashtë Ramazanit, përgatisin ushqim për familjarët e vetë. E tash nisemi nga një logjike thjesht, masi i nderuari kërkoi që ta bëjmë temë këtë punë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe këtë besoj se të gjithë e dim, ka thonë se kushdo që i ofron agjëruesit për të bërë iftar, çka fiton? E fiton shpërblimin, po atë sa e ka agjëruesi, pa ju mungu agjëruesit. E tash ofrimi me bërë iftar mund të jetë një gotë ujë, mund të jetë 1, 2, 3 kokra hurmë, mund të jetë një ushqim i përgatitur, një darkë komplet. Tash paramendo nonat tona, gratë tona, motrat tona, gjatë gjithë Ramazanit për këtë familjen. Kjo është e pakta. Unë për shembull jemi 5 antarë në familje, edhe zonja që përgatit ushqimin, zonja ime, gruaja ime, përgatit për 5 antarë, faktikisht plus agjërimi i saj, dhe më thonë e ka 6 fishin e secilit prej neve. Herë 29 ditë ose 30, i bjen sikur me i pas agjëru 180 ditë që i bje gjysmë viti. Paramendo tash aty edhe na i musafir, që kemi qef nga njerë me thirë musafire, edhe 2-3 musafire, 5 musafire, 1 ditë, 2, 3, 5, dhe më thonë, atë shumë fishohen shpërblimet, sa që ato gra, ato heroina, do të bojnë lumë për punën edhe angazhimin që bojnë.